Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vetëm një lugë vaj ulliri para gjumit dhe do t'i thoni lam të mirë këtyre problemeve. Përfitimet shëndetësore që ne marrim nga vaj ullirit janë të panumërta. Një prej përfitimeve që vijnë nga përdorimi i vajit të ullirit është eliminimi i gërhitjes. Gërhitja është një problem që prek miliona njerëz në mbar botën. Zhurma e bezdishme e gërhitjeve gjatë natës prish gjumin e çdo personi me të cilin ndan në dhomën. Gërhitja ndodh gjatë thithjes së ajrit nga rrugët e frymëmarrjes dhe gjithashtu zakonisht gërhitja konsiderohet si një çrregullim i gjumit, por sipas të dhënave mundet që të ketë pasoja serioze mjekësore. Në botë gjenden produkte të pafundme kundër gërhitjes dhe ndërkohë shumica prej tyre mundet që të ketë pasoja serioze, por në fakt ato nuk rezultojnë as efikase. Sipas ekspertëve ndonë se nuk ka një kur mrekullibërëse kundër gërhitjes, duhet pranuar që disa ndryshime në stilin e jetesës dhe receta tradicionale dhe natyrale munden të ndihmojnë në mbajtjen nën kontroll të saj. Si të përdorni vajin e ullirit kundër gërhitjes dhe shumë problemeve të tjera. Merrni një lugë me vaj ulliri dhe pijeni atë çdo natë përpara se ju të bini për të fjetur. Vaji i ullirit lubrifikon fytyn dhe zbut gërhitjen. Vajin e ullirit mund ta pini çdo ditë edhe për të ulur nivelin e kolesterolit të keq dhe për të mirëmbajtur nivelin e tensionit të gjakut. Konsumoni rregullisht vaj ulliri për të ulur edhe rrezikun e qelizave të këqija. Vaji i ullirit është i pasur me vitamina A dhe E. Këto vitamina eliminojnë rrudhat e lëkurës, e zbusin dhe e mbajnë atë të lëmuar. Ekspertët konfirmojnë se aplikimi i disa pikave të vajit të ullirit mbi lëkurë mundet që ta mbrojë atë nga dëmtimet e shkaktuara prej ekspozimit të diellit. Gjithashtu, vaji i ullirit ofron mjaft përfitime shëndetësore për organizmin, të cilat janë të gjitha fantastike. Jo më kot cilësohet si ilaç i gjatësisë. Kjo kur ka të bëjë me konsumimin e 3 lugë gjelle vaj ulliri në ditë dhe ndihmon jo vetëm për të patur një organizëm të fortë, por edhe në parandalimin dhe në trajtimin e disa problemeve shëndetësore. Redukton tensionin e lartë. Fal përmbajtjes së polifenoleve dhe të acidit oleik, vaji i ullirit ndikon pozitivisht në reduktimin e tensionit të lartë, ndaj edhe konsumimi i 3 lugë vaj ulliri në ditë gjithashtu ndihmon në parandalimin e hipertensionit. Ndihmon sistemin e tretjes. Vaji i ullirit gjithashtu mbron shëndetin e stomakut duke reduktuar aciditetin, duke ndihmuar aparatin tretës në mirë funksionimin e tij. Përthithja e kalciumit dhe e magnezit. Kalciumi dhe magnezi janë jashtëzakonisht tepër të dobishëm për shëndetin e organizmit. Vaji i ullirit është një ndër produktet fantastike të cilat ndihmojnë në përthithjen më të mirë të kalciumit dhe magnezit që ne marrim përmes ushqimit. Problemet me zemrën. Konsumimi i 3 lugë gjelle me vaj ulliri në ditë ndihmon në zemrën që të jetë më e shëndetshme dhe e fortë dhe të kryejë normalisht funksionimin e saj. Vaji i ullirit konsiderohet si produkti më i mirë në parandalimin e problemeve me zemrën. Vaji i ullirit gjithashtu ndihmon edhe në uljen e nivelit të lartë të kolesterolit në gjak, ndërsa përmirëson nivelin e pH-it në trup. Parandalon plakjen dhe rinon lëkurën. Përdorimi i vajit të ullirit në industrinë e kozmetikës
është gjithashtu mjaft i rëndësishëm. Si një antioksidant i fortë, vaji i ullirit ndihmon në luftimin e plakjes, trajtimin e rrudhave si edhe në mbajtjen e një lëkure të freskët dhe njëkohësisht rinore dhe elastike. Nga ana tjetër, ju mund ta kombinoni vajin e ullirit edhe me lëng limoni. Kjo është një recetë fantastike e cila do të ofrojë përfitime të jashtëzakonshme për shëndetin. Vaji i ullirit dhe limoni janë ndër produkte të cilat nuk mungojnë kurrë në tryezat e shqiptarëve. Fatmirësisht kultivohen në vendin tonë, madje mund të themi se janë ndër produktet më të mira edhe në Ballkan. Por keni menduar ndonjëherë që t'i konsumoni së bashku? Duhet ta bëni, organizmi juaj do të jetë shumë mirënjohës. Konsumimi i përditshëm i vajit të ullirit dhe limonit është një ilaç natyral për ata të cilët vuajnë nga konstipacioni ose thëndryshe kapsëllëku. Vaji i ullirit gjithashtu shërben si një laksativ natyral, kurse limoni redukton inflamacionin e sistemit tretës. Vaji i ullirit dhe lëngu i limonit gjithashtu pengojnë edhe formimin e pllakave të gjakut në arterje, si edhe reduktojnë nivelin e kolesterolit të keq. Duke qenë se këto dy produkte janë shumë të pasur me antioksidant, eliminojnë toksinat nga organizmi, e mbrojnë nga veprimi i radikaleve të lira dhe përmirësojnë gjithashtu shëndetin e mëlçisë. Nëse pini një lugë me vaj ulliri dhe lëng limoni me stomakun bosh, ju do të reduktoni inflamacionin reumatizmal dhe do të pengoni shfaqjen e artritit dhe spoliatrozës. Konsumimi i vajit dhe limonit është një integrator i cili ju ndihmon ju që të humbisni në peshë. Ne ju rekomandojmë të përzieni një lugë vaj ulliri dhe një lugë lëng limoni të freskët. Acidet yndyrore të cilat gjenden pikërisht tek vaji i ullirit kanë një efekt diuretik për organizmin. Këto acide gjithashtu munden që të tresin në dhiamin i cili mblidhet në zonën abdominale. Nga ana tjetër, ju mundet që të përgatisni kombinimin e vajit të ullirit së bashku me lëngun e limonit të freskët për të përmirësuar qarkullimin e gjakut. Nga ana tjetër, duhet të keni parasysh se ato pengojnë edhe formimin e venave varikoze dhe oksidimin e enëve të gjakut. Përmirëson gjithashtu qarkullimin e gjakut duke penguar bllokimin e enëve të gjakut. Ju mundet që të përgatisni çdo ditë një kombinim me vaj ulliri dhe një lugë lëng limoni, ose ju mund të përgatisni një masë deri në 1 litër dhe ruajeni më pas në një vend të freskët. Kujdes, duhet gjithmonë që të pini esëll një lugë vaj ulliri me një lugë lëng limoni, më konkretisht pjeni gjysmë ore përpara se ju të hani mëngjes. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Njoftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji,
E mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.